Për më pranu një adhurim, Allah Azza wa Jall ka vendosur disa kushte. Kushti i parë është që me kanë ai adhurim i sinqert për Allahun. Ku e dina këtë kusht, Allahu Azza wa Jall thotë, nuk janë urdhëruar për gjë tjetër, veç me adhuru Allahun me një adhurim të sinqert. Pra i vetmi adhurim që pranohet është me kanë sinqerisht për Allahun. Dhe secili njeri që bën adhurime, falet, agjeron, shkon numrën, hajj, i jep sadak për me marrë lavdatat e njerëzve, ai njeri lodhet këtë. Krejt mundi i shkon këtë. Imam Sufjan al-Thawri rahimahullah, ashtu që ishte përmend Imam Ibn Abi Dunya librin e tij Sinqeriteti dhe njeti thotë, oje që nuk jeni të sinqert në adhurim ndaj Allahut, mos u lodhni këtë. Krejt lodhja juve dhe mundi ju ka me shku këtë.